Mirëmëngjesi të gjithëve, mirë se vini në Info Plus. Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe faleminderit që nisni ditën me ne në Star Plus Televizion. Sot do flasim për një aktivitet shumë të veçantë që është zhvilluar në Teatrin Migjeni, Flutrat Korane. Edhe për këtë unë kam të ftuar moderatoren e këtij aktiviteti, Selma Kruja. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe, është shumë kënaqësi të të kem në studio, edhe me që ti ke qenë moderatorja dhe ke dëshirë të bësh moderatore, dua të lë ty ta prezantosh organizatorin e këtij aktiviteti kaq të bukur e dashur. Faleminderit. Organizatori i këtij aktiviteti ka qenë JJ Kim. Faleminderit që je me ne në studio. Faleminderit Selma. Mirëmëngjesi, faleminderit që je me mua sot në Info Plus. Është shumë kënaqësi të të kem këtu. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për atë futbol këtë, është kënaqësi shumë e madhe për mua. Faleminderit. Selma, dua të kthehem prapë tek ty. Ishte emocion i madh të bësh një prezantim në Teatrin Migjeni? Për mua ishte sepse është hera parë që unë prezantoj, pavarësisht se unë kam dalë në skenë edhe herë tjera, po jo si prezantuese. Kam dalë të marr aktrim, po ishte emocion shumë i madh me prezantu, sidomos në teatr. Ishte emocion i dyfisht edhe pjesa që po prezantoje një aktivitet tepër të veçantë, i pari i llojit të tij në Shkodër, nuk ishte bërë asnjëherë më përpara ky organizim. Ishte tjetër nivel, tjetër pesh? Ishte se ngjarje edhe ishte pak barë e madhe me prezantu, edhe pse publiku nuk është se e njihte si aktivitet, ndoshta, ishte pak. Ndoshta Shkodra kur nuk e njeh pretë më shumë. Dhe emocioni do të ketë qenë i dyfisht. Ka qenë. Duhet të kalojmë tek organizatori. Si lindi ideja organizimit të këtij aktiviteti kaq të bukur? Unë kisha një mikuj në Korea Jugut, edhe ata një ekip rres 28 fëmijëve në klas 4, 5 deri 6, ata dëshiron të nda një dashuri që ata ka marrë në vendit tjetër. Pra ne kemi kontaktuar edhe ne kemi futuar këtë ekip e fëmijëve, edhe ata kanë bërë këtë shfaqja tradicionale koreane në Shkodër, edhe Tirana, Kukës, edhe Kosovë. Një ngjarje shumë e bukur, jo vetëm në Shkodër, por edhe në Tiranë, në Kukës dhe në Kosovë. Si e priti publiku shkodran, në syrin tënd, si mendon se ju është dukur publikut shkodran kjo shfaqje? Po, unë kam parë që shumë fëmijët është shumë i interesuar edhe shumë u kënaqur edhe mrekulluar, edhe po unë kam parë një dashuri edhe shpresa edhe pasion në zemrën e tyre, në përmirësitë e tyre. Pra, unë isha shumë i kënaqur për të parë këtë frikë e këtë shfaqje në Shkodër. Edhe për ty do të ketë qenë emocion shumë i madh, sepse të shikosh në Shkodër një aktivitet me kostume tradicionale nga Korea është diçka shumë e bukur, apo jo? Po, super, po. Mund të na tregosh pak a shumë se çfarë përbënte aktiviteti në vetvete? Mua, Po. Po unë punon me një fondacion që jetë Paqe dhe Gëzim, të nda dashuria e Zotit që unë kam marrë shumë vite më para. Pra tani ne kemi takime fëmijëve, takime adoleshentë edhe për të luiturit, edhe ne kemi bërë disa projekte për lopën, ose di, ose biçiklet, që kanë nevojë në zona e Libade ose Kiras edhe Dudas. Pra, ne jemi duke bërë këtë aktivitet edhe shërbim për Shkodran. Dhe ne ju falenderojmë shumë që bëni aktivitete të bukura dhe shërbime për Shkodrën. Duhet të kalojmë tek Selma. E dashur, mund të më tregosh pak a shumë se çfarë përmbante aktiviteti në vetvete? Po, aktiviteti ka pas taekwondo koreane, ka pas trevolle ndryshme koreane, ka pas himnin korean, që përfaqësonte Korenë, edhe lojrat e tyre koreane. Cilat u pritën më bukur, më mirë nga publiku? Besoj që taekwondon e njohin publiku shkodran. E njohin, por taekwondoja ka kanë më pëlqymja. Diçka shumë e bukur. Po pjesa tjetër, ishin kurioz për ato që nuk njihnin? Po. Ishin kurioz.
Ishte salla e mbushur plot, kishte dërë trokitje gjatë gjithë kohës? Salla ka kanë plot edhe dërtokitje tonë kohën, edhe bërtit në tonë kohën, me thonë kanë shumë. Cili ishte për ty momenti që e kishe në siklet? Momenti që mendoje, tani të dalë të prezentoj këtë pjesë, sepse gjithmonë unë e di nga eksperienca që është një moment që e ke pak me siklet, ndoshta nga pesha e personit që do të prezentosh? Momenti më siklet që më ka kanë kur dola herën e parë krejt me nis. Emocionet Se s'disha të si me fillimit. nis, se ishte hera parë edhe e kisha pak siklet, po. Dise si shkoj mirë edhe ja dola. Mendohet për ndonjë aktivitet ose ndonjë plan tjetër për aktivitete kaq të bukura në Shkodër? Unë nuk kam një aktivitet që u kam vendosur deri tani, por unë shpresoj këto marrëdhënie do të vazhdojnë. Pra unë do të vazhdojmë nëpërmjet kultura ose edukim, edhe kjo është një mundësi shumë e madhe për edhe ne si korean për të ndaj dhe për të bashkuar me di vende Korea e Jugut edhe Shqipëri për në aldëmën nëpërmjet kultura ose edukimin. Ju keni vite që jetoni në Shqipëri, si mendon që sa dashamirës janë shkodranët dhe shqiptarët, ndoshta përballë njërisie, një njeri që vjen nga Korea dhe jeton në Shqipëri? Unë erdha këtu di 007, pra do të thot, unë qëndroja këtu rres 19 vite. Pra është një kërë shumë e madhe, jo vetëm se natyra e bukur në Shkodër, por edhe sjellja dhe dashuria e tij është shumë e veçantë për mua. Pra jam tani si në Shkodran, si miku e tërë, pra si një familja e po Shkodra, po kjo është një falënderim shumë e madhe për mua. Dhe ne një falenderim shumë të madh për ty, që ke zgjedhur Shkodrën të jetosh dhe ke mësuar kaq mirë shqipen, si ja ke dalë? Akoma pak i vështirë, shqipja është në gjuhë shumë e vështirë, për të mësuar si të huaj, si korean, është mes korean edhe shqip janë shumë ndryshe, korean podol një gjuhën unik, pra ishte shumë e vështirë për mua për gadal, po unë kam mësuar deri tani edhe tani mundësi pak për të komunikuar me shqiptar, është një bekim shumë e madhe. Pas aktivitetit të organizuar në Teatrin Migjeni, ku kanë ardhur edhe të tjerë nga Korea, ka pasur nga ata që kanë thënë që duam dhe ne të vim të jetojmë në Shkodër? Edhe ata janë shumë i pikull nga dashuria edhe reagimi e fëmijëve në Shkodër, edhe shumë që më ka thënë, want to be prap! Në herë tjetër, pra unë shpresoj, edhe kjo është një mundësi për të vazhduar edhe korean edhe shqiptar si afrohet, si familja. Diçka shumë e bukur. Çfarë është ajo që i ka impresionuar më shumë ndoshta nga Shkodra? Ka pasur diçka që kanë thënë diçka shumë e veçantë përveç mikpritjes që ti e përmende më parë, një vend apo një tradita, nuk e di, çfarë mund t'ju ketë bërë më shumë përshtypje nga Shkodra? Herët për kur unë erdha këtu është pak frikë, sepse mosha ime si unë të mësoj gjuhën shqip për të komunikuar kultura, por është një bekim sepse unë kam ndjell kultura është shumë e ngjashëm, dashuria e veçanërisht, sjellja e tij, do të thonë dashuria shumë e sjellshme, edhe pra nuk kishte vështirësia për mua të afroje dhe për të komunikuar, megjithatë unë isha shumë kufi me gjuhën shqip, por zemra e tij ka shumë i hapur, edhe për të prekur, edhe për të dhënë dashuria e tij, pra kjo është një mundësi që unë mund të gëzojmë edhe mësojmë gjuhën shqip, edhe për të jetuar këtu me kuzim pa frikë. Pa frikë. Edhe, po, natura, fethi, Shkodra, edhe unë edhe Shkodra është në qyteti e kultura, pra këto është shumë i ngjashme dhe jam shumë i lehtë për të qëndruar edhe mësuar këtu. Për aktivitetin si u zgjollën qytetet? Do me thënë, përgjedhja ishte rastësore, apo si funksionoi që u zgjoll Shkodra, Kuksi dhe Tirana për aktivitetin, për zhvillimin e aktivitetit?
Në Shqipëri edhe Kosovo, disa korean ka arritur këtu për të ndal dashuri që ata ka malga zoti. Po, pra, ne kemi këtu në Shqipëri rres 50 korean. Prindërit edhe po pëshel, po edhe unë këtu në Shkodër edhe disa më shumë që janë në Tiranë, edhe disa një që të Kukës, edhe Gjakob, edhe në vend tjetër Kukës. Pra, kjo është një mundësi që ne mund të marrim këtë ekip ka Korea Jugut, edhe për të ndalë me shqiptarë. Faleminderit, diçka shumë e bukur. Selma, i gati ti të prezantosh sërish aktivitetet të tilla me emocion dhe një peshë kaq të madhe? Pse jo, një mundësi e reja që më mirë. Si e mendon ti të ardhmen tënde? Mendon në prezantim? Më pëlqen edhe prezantimi, por edhe aktrimi. Cila më shumë? Apo nuk mund t'i ndash? Ndoshta është diçka e ndërlikuar. Të dyja më pëlqejnë, por më shumë aktrimi. Të dyja, por më shumë aktrimi. Ndoshta prezantimi është diçka ekstra, edhe ndihmon edhe për aktrimin, edhe ana sjelltas. Dua të kalojmë sërish tek organizatori. Çfarë të pëlqen ty personalisht më shumë tek Shkodra? Po unë kam thënë më parë, por sjellja edhe dashuria e tij. Po, kjo është po fushël kultura edhe ushqim, edhe veçanërisht ushqim, unë nuk mund të krahasoj me një vend tjetër Maltëzi ose Kroacia tjetër. Mua më shumë pëlqen ushqim me frutadeti ose peshk edhe të gjithë. Pra, këto kultura edhe dashuria edhe ushqim të gjithë, mua më shumë pëlqen. Selma, po ty si të duket kultura koreane? Është e bukur, e lezetshme, është edhe e veçantë. Unë është për kulturës tonë, ka shumë gjanat veçanta. Mund të ketë një moment që nga kjo aktivitet ti mund të kesh thënë, ndoshta duhet të shkoj të jetoj në Kore? Pse jo, është mundësi e mirë, përderisa ka edhe kulturë shumë bukur, më ka pëlqyer gjithmonë qysh. Çfarë veçantë e kultura tyre? Pëlqejnë edhe veshjet shumë, ka një veshje shumë bukur. Më ka pëlqyer gjithmonë qysh se kam fillu me komuniku me Gjejgjin, so jam qysh e vogël edhe ka pëlqyer gjithmonë. Çfarë të pëlqen? Çfarë mund të veçojmë për shembull tek veshjet e tyre? Ka me ngjyra shumë, se ndryshe për tonave janë larmia ngjyrave. Po. Dhe ato fustanet e bukura, gjithmonë ato vajzat shumë të bukura, të veshura me ato ngjyrat, është vërtet diçka shumë e bukur, ke shumë të drejtë. Çfarë mund të veçosh ti tek veshja tradicionale e Kores? Mund të na thuash diçka që ka të veçantë që është sjell në aktivitetin që u bën në Shkodër? Po shembull, me Korea 부채춤 교도소 컬침에 프레스쿠에세 지부쿠라 에데 교오스니요 스파트 슈메베 찬테 에데 교오스니요 니요 셴이처 니요 룰레카 이 젤렛 예 젤렛 에데 오스니 푼디 시 슈퍼리 코리아 칸 pușalga disar de Japonia ose chinez si știpeca uctipra anga tulci ede neo vendetitel por atacan kalwal ko shume bositiel pra atacan kalkwal neo vendi iliel por atacan luptual por pavrasis si știperia pra neo fondi tekabel neo shimi 코레안 메 커터 제멀 에데 교카 프리콜 에데 폴모아shum 볼 에데 커터 베샤처 포메칸 베실 어시드 녀 베셰 트레디셔널의 코레안 에데 shum부크라메 지라 은디리셰 에데 뭐 교스 kultura shumë veçantë. Diçka që më bëri shumë përshtypje ishte edhe pjesa e tupanëve, e daulleve. Daulleve. Është tradicionale e Kores? Po, si shqitar podol këto daule, po, korean podol, një daule I vogël, pra, ne kemi bëll një këlqim me daule I vogël, edhe pak më e madhe. Ne qemi nanta, pra,
ne podol jo çdo ditë, por kur ne kemi një festa si këtu dasma edhe festa, ne kemi podol këto daule e vol ose madhe. Kjo është një gëzim shumë e veçantë, pra energji. Energji. Energji dhe pasa. Për ty, sa energjike ishte, se ishte e rëndësishme si prezantimi i parë, si e mendon, do të mbes gjatë në memorie, ndoshta gjithmonë, sepse prezantimi jot i parë nuk do ta harrosh asnjëherë. Besoj që po, përderisa prezantimi i parë, eksperienca parë, besoj që kam me gjatë edhe besoj se kam u harru ndonjëherë. Besoj që ke qenë shumë e fat që ke prezantuar në teatrin Migjeni, është një emocion tepër i veçantë, pasi ke përballuar atë emocion nuk do të kesh më fare emocion në asnjë skenë tjetër. Të falenderoj shumë zemër dhe të uroj gjithë sukseset e botës. Shpresoj që të kemi një prezantim krah për krah në vitet e ardhshme. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë që ishe me mua këtë mëngjes. Është shumë kënaqësi që ke zgjedhur Shkodrën dhe që zgjolle Info Plus dhe Star Plus televizion të japësh këtë intervistë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë të dyve. Faleminderit dhe të gjithëve ju që ishit me ne deri në këtë moment në Star Plus. Takimi radhës së bashku të hënën.